Metalurgjiku i Elbasanit do të transformohet në një qendër kombëtare për prodhim, logjistikë dhe teknologji inovative, duke u kthyer nga një trashëgimi industriale në një hapësirë të gjelbër. Gjatë një takimi me sipërmarrësit e zonës së metalurgjikut, kreu i qeverisë tha se parku ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe do të bashkojë Tiranën me Elbasanin. Këtu territori është i madh dhe ka vend për të imagjinuar shumë gjëra dhe ideja themelore duhet jetë që ky park duhet jetë një destinacion për të gjithë dhe që do ta bëjë Elbasanin pjesë të metropolit të Shqipërisë në dekadat e ardhshme. Ramon dal edhe te takimi i projektit të automoparkut që sipas tij nuk do të jetë një investim vetëm për Formula 1, por do të shërbejë edhe për sigurinë rrugore. Nuk bëhet fjalë për të bërë një investim të kësaj natyre për një garë. Këtu bëhet fjalë për t'i instaluar ekonomisë shqiptare një motor të ri. Qendrën e vet të gravitetit do të jetë siguria rrugore dhe ku që nga fëmijët e vegjël deri tek më të rriturit që ngasin një makinë apo duan ngasin një makinë, do duhet t'i referohen kësaj qendre për testimet përkatëse. Projekti detajor për automoparkun u prezantua sot në Elbasan, një kompleks sportiv ndërkombëtar që do të mirëpres garat më prestigjioze të Formula 1. Me 100.000 spektatorë fizikisht dhe mbi 1 miliard shikues në ekran, duke e kthyer në këtë mënyrë Elbasanin në epiqendrën e re të turizmit sportiv në rajon.